Mjeku çudit botën, e piva para se të flija, çaj me gjethe ulliri bën mrekulli, ja çfarë shëron. Të gjithë bijem dakord për vlerat mbreslënse të ullirit, por a e dini se pema e këtij fruti është shumë bujare edhe madje fantastike për organizmin. Gjethet e ullirit janë përdorur për herë të parë në mjekësinë popullore në qytetrimet e lashta, që prej asaj kohe ato kanë marrë forma dhe trajtime të ndryshme kundër një sër komplikacionesh. Në sër studimesh tregohet se gjethet e ullirit nxjerrin në pa edhe vlerat për rritjen e energjive të organizmit, mbajnë tensionin nën kontroll dhe gjithashtu përmirësojnë sistemin kardiovaskular dhe atë imunitar. Gjethet e ullirit nisin të përmenden masakvisht pas viteve 1800. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kryesisht për të ulur gjithashtu edhe temperaturën e lartë trupore. Aktualisht, vendi ynë numëron një numër të gjerë të pemëve të ullirit, madje mbi 1.3 milion pemë prej tyre janë mbi 80 vjeçare. Këto pemë janë gjenetikisht shumë të pasura me ushqyes dhe gjithashtu i japin një sër vlerash të rëndësishme për organizmin e njeriut. Në këtë video, sipas Bright Side, do të listojmë disa nga përdorimet më të mira të gjetheve të ullirit, por nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara dhe doni t'i shtoni në jetën tuaj, atëherë përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun përkatës. Gjethet e ullirit janë një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve tuaja të hipertensionit. Një studim i vitit 2011 tregoi se ekstraktet e gjetheve të ullirit kishin aftësinë e tyre të mirë të ulnin tensionin e gjakut. Pjesëmarrësit në studim konsumuan 500 mg ekstrakt e gjethe ullirit 2 herë në ditë për 8 javë, dhe ata ja dolën të ulin tensionin pa pasur nevojë të përdorin medikamente. Gjethet e ullirit janë një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e ullirit përdoren për mijëra vitesh si tonik bimor për të garantuar një shëndet më të mirë të zemrës dhe atë kardiovaskular. Ato ulin nivelin e kolesterolit, gjithashtu edhe tensionit të gjakut dhe ulin edhe ndikimet negative të tyre. Disa substanca që gjenden tek gjethet e ullirit kanë ndikime fantastike në uljen e niveleve të hipertensionit dhe rrezikut nga këto komplikacione. Janë të mira gjithashtu edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit. Ekstraktet e gjetheve të ullirit arrin të ulin nivelin e sheqerit në trup. Për më tepër, këto ekstrakte mbajnë nën kontroll nivelet e glukozës dhe ngadalësojnë prodhimin e sheqerit që shkakton probleme inflamatore. Ulin në riskun e zhvillimit të disa komplikacioneve. Gjethet e ullirit janë të rëndësishme në trajtimin kundër problemit të radikaleve të lira. Ato përmbajnë gjithashtu antioksidant dhe substanca të tjera që kanë aftësinë dhe elementet të parandalojnë edhe problemet e radikaleve të lira në organizëm. Sigurohuni që ato t'i përdorni me kujdes dhe brenda normës së lejuar në mënyrë që ndikimi i tyre të jetë konstant dhe pa shkaktuar efekte anësore. Gjethet e ullirit janë një ndihmë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Studimet kanë treguar se disa nga përbërësit që gjenden me shumicë të gjethet e ullirit do të ulin shanset e simptomave të çrregullimeve nervore dhe ato që kanë lidhje me moshën si demenca dhe Alzheimer. Studimet sugjerojnë se radikalet e lira luajnë një rol në zhvillimin e këtyre komplikacioneve. Gjethet e ullirit janë të pasur me antioksidant që luftojnë këto radikale dhe si rrjedhojnë mbrojnë trurin kundër humbjes së kujtesës. Gjethet e ullirit janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të artritit. Ekspertët thonë se përfshirja e këtyre gjetheve në përditshmërinë e dietës suaj mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në rritjen e rezistencës së organizmit. Për sa kohë ato përdoren me kujdes dhe në formën e duhur, janë të mira në këtë aspekt. Gjethet e ullirit luftojnë inflamacione dhe si rrjedhoj, shërbejnë si receta natyrale kundër artritit, por më tepër këto gjethe ndihmojnë në uljen e niveleve të shkaktuara kryesisht edhe nga dhimbje të ndryshme kundër këtyre komplikacioneve. Ato shkatrojnë bakterjet dhe mykun e tepër në trup. Gjethet e ullirit kanë aftësinë të luftojnë infeksionet si acidet candida, gjithashtu edhe problemet të ndryshme kronike.
Për më tepër, këto gjethe bëjnë një recetë natyrale kundër problemeve të veshit dhe problemeve urinare. Është e rëndësishme të përdoren gjithmonë me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet që mund të bëni. Gjethet e ullirit janë një ndihmë shumë e mirë për forcimin e shëndetit tuaj të imunitetit. Nëse ato përdoren me kujdes dhe në formën e dur natyrale, imuniteti juaj do të përfitojë ndjeshëm nga këto gjethe. Gjethet e ullirit parandalojnë të ftohtin disa komplikacione të dëmshme, probleme të shkaktuara kryesisht edhe nga mikrobet, virozat dhe infeksionet të sistemit respirator. Përbërësit e këtyre gjetheve shkatrojnë nga organizmi qelizat e dëmshme në trup dhe largojnë gjithashtu dëmet që i ngurtësojnë edhe shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që ato të përdoren me kujdes dhe në format e tyre natyrale. Kështu ndikimi i tyre në shëndet do të jetë i plotë i menjëhershëm dhe nuk do të keni efektet e tyre negative në dëm të shëndetit. Ulliri dhe gjethet e tij janë një ndihmë shumë e mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Gjethet e ullirit kanë aftësinë të mbrojnë nga dëmtimi i shkaktuar në lëkurë, kryesisht edhe nga shenjat e plakjes. Ato do të parandalojnë këto komplikacione dhe do të rrisin performancën e organizmit tuaj. Sigurohuni që t'i përdorni me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë më i plot, më i fuqishëm dhe pa shkaktuar efekte të radikaleve të lira. Është e rëndësishme që, përpara se të përdorni gjethet e ullirit në recetat tuaja natyrale, të konsultoheni me specialistin tuaj për të evituar gabimet dhe gjithashtu të bëni mënyrën e duhur të tolerimit që ato kanë. Kështu do ta keni më të lehtë të përgjithni vlerat e duhura të këtyre gjetheve në organizëm. Ullin të klasifikohen në fruta me bërtham në të njëjtën familje botanike, ku bën pjesë qershia, pjeshka e të tjera. Ullint jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa ata të zinj kur janë pjekur plotësisht. Dhe ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm, i fuqishëm dhe do të parandalojë gjithashtu një sër efektesh negative të organizmit. Për sa kohë ato janë të pasura me yndyrna omega 3, do të luajë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Në këtë video, sipas Wellnet, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i ullinjve në dietën tuaj të përgjithshme. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët kanë probleme me shëndetin e kockave të tyre. Një studim i fundit sugjeroi se përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në shëndetin e kockave dhe parandalimin e humbjes së masës kockore. Ndaj, konsumi i këtij fruti në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i vlefshëm në mbrojtjen e shëndetit të nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët thonë se ullinjt janë të shëndetshëm për organizmin, për sa kohë ato konsumohen me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Ndikimet e tyre në organizëm do të jenë të plota dhe të rëndësishme në mbrojtjen e aktiviteteve tuaja. Sigurohuni që ullinjt t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore, kështu ndikimet e tyre në shëndetin tuaj do të jenë të menjëhershme dhe efektive. Gjithashtu ullinjt janë të mirë edhe për persona të cilët vuajnë nga problemet e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq në organizëm dhe rrisin gjithashtu kolesterolin e mirë në trup. Për sa kohë ato përdoren me kujdes dhe brenda normës së lejuar, ndikimi i tyre në shëndet do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu i fuqishëm. Ekspertët shtojnë se ullinjt klasifikohen si një nga frutat më të rëndësishëm edhe në lehtësimin e dhimbjeve të ndryshme, duke i siguruar organizmit tuaj një mbrojtje më të mirë dhe lehtësim më të mirë të trupit tuaj. Studimet kanë treguar se ullinjt ndihmojnë në zhvillimin e enzimave përgjegjëse edhe për mbrojtjen kundër shfaqjeve të inflamacioneve dhe dëmtimeve të organizmit tuaj. Për sa kohë ullinjt të konsumohen me kujdes brenda normës së lejuar ditore, ndikimi dhe vlerat e tyre në mbrojtjen dhe shëndetin tuaj do të jenë të menjëhershme. Ndaj sigurohuni t'i konsumoni ullinjt, sidomos ato të arrirë si duhet dhe kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe i fuqishëm. Ekspertët i cilësojnë ullinjt si një nga frutat më të mirë që mund të konsumohen gjatë gjithë sezonit për ndikimet e tyre ushqyese të rëndësishme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të kenë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.